Situata në botë nuk është as pak e qetë për shkak të politikanëve dhe mënyrës se si ata po i qasin gjërave, duke krijuar regjime në vendet përkatëse dhe duke shtuar zërat gjithmonë më shumë për konflikte. Në këtë mënyrë është përdorur gjatë gjithë kohës një prej tenisëve më të mirë në botë dhe që do të mbahet më në këtë sport, serbi Novak Djokovic. Ky i fundit ka dhënë shumë mesazhe kundër Kosovës dhe shqiptarëve në turnet e zhvilluara me porosi dhe ndikim të madh nga Aleksandar Vučić. E pamundur që të ndalësh nga ndikimi i një njeriu të tillë, pavarësisht shkallës se ku ke mbërritur dhe pavarësisht gjithë sukseseve të arritura. Për shumë kënd, edhe nga mediat më të njohura europiane, thuhet se Djokovic nuk do të arrijë dot figura si Federer dhe Nadal, vetëm për shkakun e mesazheve politike që jep të her pas here të servirura nga Aleksandar Vučić, duke parë ndikimin e tij të madh. Dhe kjo nuk është i fantazi, u vërtetua më së miri së fundmi. Novak Djokovic ka dalë në mbështetje të protestës së studentëve, të cilët janë kundër Aleksandar Vučić. Kjo e ka mërzitur shumë presidentin e Serbisë, i cili ka vendosur të akmeret në mënyrën e tij, pasi ka në kontroll të gjitha mediat në Serbi. Ai ka kërkuar mediave që të mos publikojnë më asnjë lajm rreth Novak Djokovic dhe sukseseve të tij të arritura në gara ndërkombëtare. Madje jo vetëm kaq, thuhet se Vučić ka punësuar një grup njerëzish për të publikuar disa lajme kundër Novak Djokovic në mënyrë që njerëzit në Serbi t'i kthejnë shpinën përfundimisht këtij tenisti. Nga gjitha kjo situatë e tensionuar kundër tij, Djokovic është detyruar që të largohet nga Beogradi së bashku me familjen e tij dhe të shpërngulet në Greqi, ku ka bler një apartament që ishte në pronësi të pronarit të Panathinaikosit. Një largim që po i jep një tjetër goditje të madhe Aleksandar Vučić për mënyrën se si po sillet në Serbi dhe për të dalë në analizën e mëparshme. Në të vetmin moment kur Djokovic ka prishur marrëdhënien me Aleksandar Vučić, që më herët ishin të shkëlqyera, Djokovic e ka dhënë një mesazh të mirë për shqiptarët. Ai ka publikuar pas ndeshjes mes Shqipërisë dhe Serbisë një mesazh ku tregonte fuqinë e sportit dhe vendose flamujt e Shqipërisë dhe Serbisë së bashku me zorë trokitjeve dhe dhënies së dorës. Ndërkohë në fotografi ishte Gjimshiti duke ndihmuar Vlahović pas dëmtimit. Ishte Silvinjo që kërkonte të shmangte kontaktin më të vogël me lojtarin serb dhe Mirlin Daku, shqiptari i Kosovës, që i jepte duart kundërshtarit të tij. Sigurisht, dyshime duhet të jenë deri në fund për mënyrën se si qasen serbët, pasi sinqeriteti gjendet rrallë tek ta, por e sigurt është se nëse do të kishte ende marrëdhënie të mira me Vučić, Djokovic nuk do të shpërndante kurse si një mesazh të tillë. Ashtu si edhe trajneri i Serbisë, Stojkovic, që tha fjalët më të mira për tifozët e Shqipërisë pas ndeshjes në Tiranë, po kur u kthye në Serbi për shkak të regjimit të egër të Vučić, u detyrua që të ndëronte fjalët e tij për t'i kritikuar tifozët e Shqipërisë dhe për të vlerësuar vetëm sjelljen e lojtarëve tanë.